Kjo është protesta jone e tretë dhe për këtë vit, dhe për fat keq nuk ka ndryshuar asgjë nga hera e kaluar. Gjendja në RTK është përkëtësuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për mbijetesë. Presionin nga bankat, vështirësi për të paguar faturat e energjisë, ankthi përditshëm për të ardhmen. Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Mos i fusni punëtorët e RTK-s në betejë politike. Ne nuk jemi pjesë e asnjë partie. Jemi punëtorë që kërkojmë atë që na takon me ligj. Deri me sot kemi dëgjuar vetëm deklarata, por asnjë veprim konkret. Prandaj, i bëjmë thirrje publike kryeministrit në detyrë Kurti që të veprojë ashtu si herën e kaluar dhe të mundësoj zgjidhjen e menjëhershme të situatës. Greva do të fillojë nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës, nga ora 11. I ftoj të gjithë kolegët të na mbështesin në këtë vendim. Greva fillimisht do të fillojë nga ora 11 deri në orën 12. Andaj kërkojmë nga të gjithë kolegët e televizionit nga kjo orë të mos punohet asgjë. Ka kolegë tonë të cilët s'po munden më ardhas në punë, për shkak se s'kan financa. Pa financa nuk mundet as me lëviz, vijnë prej Prizrenit, Mitrovicës, prej gjithë Kosovës. Situatë më të rëndume në televizion publik nuk ka pas ndonjëherë se sa tash kur po flas. E bëj thirrje punëdhënësve, institucioneve, qeverisë së Republikës së Kosovës, zotit kryeministër në detyrë, që ta dëgjoj këtë, se në demokraci thuhet shpesh le të flitet. Shpesh thuhet le të flitet. Por demokracia vërtet është kur dëgjohet zëri punëtorit, kur dëgjohet brenga e tij dhe kur respektohet kërkesa e tij për të drejtën. Sot nuk kërkojmë as luks, as privilegje. Sot kërkojmë atë që është e drejtë. Kërkojmë pagën për punën që ne e bëjmë. Tregon se kryeministri dhe ministri i financave kanë diçka aty natin që e kanë bërë ndaj nesh në shtator. Të kërkosh pagë nuk është privilegj, të kërkosh pagë është lutje për të jetuar. Pa pagë është vështirë të përballet një punëtor i thuhet me çmime të kaq të larta. Ju prifte mbara, së bashku do të jetë gjithmonë me ju.